Ishte ky fjalimi i parë i kryetares së Kuvendit të Kosovës, ndërkohë na bashkohet gazetari Euronews Albanias Prishtinë Kosovë Gjoci në këto momente. Kosovë të përshëndes, emri i cili e tërhoqi dhe e mbajti pezull për më shumë se 50 seanca Parlamentit e Kosovës, sot është në krye të këtij parlamenti dhe duket se Albin Kurti çdo gjë mund të harroj, por dorë nuk heq nga ato që do, apo jo? Po tani është një gjë që ja kanë dhuruar qytetarët e Kosovës me rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, por deri diku Mirela kjo tregon pak a shumë edhe për një farë lloj loje të partive opozitare që domosdoshmërisht kanë një lloj përgjegjësie në gjithë atë bllokadë që kemi pas për gati një vit, sepse prap me apo pa dëshirën e tyre, me apo pa pëlqimin e tyre, zonja Agjeu përsëri erdhi tek posti i kryetares së Kuvendit, atë që e deshi edhe pas zgjedhjeve të shkurtit. Kështu që prapë them, është rezultati i votës së qytetarëve dhe kjo duhet të pranohet. Respektuar, patjetër. Çfarë ndodh tani? Kur e krijoni qeverinë e re? Po tani në bazë asaj çfarë tha zonja Agjeu, pra është paralajmëruar një seancë e re që do të bëhet gjatë ditës së sotme, që i bie eventualisht diku rreth orës 20 besoj. Tash me lëvizja vendose para pak minutave dhe ka dorëzuar kërkesën pra që si parti tek presidentja e vendit zonja Osmani, duke propozuar zotin Kurti si mandatar të ri të qeverisë, me çka normalisht pritet që edhe zonja Osmani t'i jap dritën e gjelbër, pra ta mandatoj zotin Kurti për të kriju qeverinë e re dhe me pas besoj do ta kemi njoftimin për seancën e radhës, por në bazë të, po them, kohës, sa mori edhe kërkesave të vendosjes që të shkoj tek presidentja dhe u publikua, britet besoj që rreth orës 20 kemi seancë të re ku do të votohet edhe qeveria. Qartë, mirë, faleminderit. Kosovë natyrisht që do të kemi lidhje në orën 20 në fillim të seancës për të kuptuar dhe dinamikën e mëtejshme të krijimit të qeverisë së re. Faleminderit, isha me Kosovë Gjocin.